Projekt Lënda Biologji. Tema: Mikrogjavesat dhe sëmundjet. Punuan nxënësit e klasës së 7B. Viruset dhe sëmundjet virusale. Sëmundjet virusale janë sëmundje që shkaktohen nga virusa, të cilat janë mikrobe shumë të vegjël. Këta mikrobe nuk mund të jetojnë vetë, përfuten në trupin tonë dhe përdorin qelizat tona për të shumuar. Kur kjo ndodh, ne sëmuremi dhe ndjejmë lodhje, ethe, dhimbje trupi ose simptoma të tjerë. Virusi hyn në trup përmes hundës, gojës, lëkurës ose ndonjë plage. Pasi hyn në trup, ai shkon te qelizat dhe i detyron ato të prodhojnë më shumë viruse. Trupi reagon dhe përpiqet ta luftojë virusin përmes sistemit imunitar, që është si mbrojtja natyrore e trupit tonë. Disa viruse përhapen shumë lehtë nga një person te tjetri, sidomos përmes kollës, të shtimës ose prekjes. Prandaj, kur jemi të sëmurë, është mirë të qëndrojmë larg të tjerëve, të lajmë duart shpesh dhe të mbulojmë me gojën kur kollitemi apo të Simptomat e sëmundjeve virusale ndryshojnë nga njëra tjetra. Disa sëmundje janë të lehta dhe kalojnë shpejt, si ftoja e zakonshme, ndërsa disa të tjera janë të rënda dhe mund të zgjasin më shumë, duke shkaktuar komplikime të ndryshme në trup. Në shumë raste nuk ka ilaçe që e shëron plotësisht një virus. Shpesh trupi vetë e lufton sëmundjen. Mjekët mund të japin ilaçe që ndihmojnë për të ulur temperaturën, dhimbjen ose për të parandaluar komplikime të tjera. Ka edhe disa ilaçe të veçanta që ndihmojnë në ngadalësimin e viruseve të caktuara. Parandalimi është shumë i rëndësishëm. Vaksinat janë një mënyrë shumë efektive për të mbrojtur trupin nga disa viruse. Ato ndihmojnë që trupi të jetë gati të luftojë virusin nëse ndonjëherë bien në kontakt me të. Gjithashtu, mbajtja e higjienës, larja e duarve dhe ushqimi i shëndetshëm ndihmojnë në forcimin e imunitetit. Sëmundjet virusale janë të zakonshme dhe prekin shumë njerëz, por me kujdes dhe masat e duhura, ato mund të parandalohen ose të kalohen më lehtë. Është e rëndësishme të mbajmë trupin të pasur, të ndjekim këshillat e mjekëve dhe të kujdesemi për shëndetin tonë çdo ditë. Çfarë janë kërpudhat? Kërpudhat janë një grup organizmash që përfshin mykërat, majatët dhe kërpudhat, që shihen në natyrë. Ato nuk kanë klorofil, kështu që nuk bëjnë fotosintezë si bimët. Jetojnë në mjedise të lagështa dhe të errëta dhe ushqejnë duke dekompozituar materiale organike. Luajnë një rol të rëndësishëm në ekosistem, duke ndihmuar në riciklimin e lëndëve ushqyese. Sëmundjet kërpudhore të njerëzit. Kërpudhat mund të shkaktojnë infeksione në lëkurë, mukosë apo dhe në organe të brendshme, sidomos te njerëzit me sistemin imunitar të dobët. Shembuj, Candida albicans shkakton infeksione vaginale në gojë dhe sistemin tretës. Aspergillus mund të shkaktojë probleme serioze në mushkëri. Sëmundjet kërpudhore te bimët dhe te kafshët. Te bimët, kërpudhat mund të shkaktojnë dëme të mëdha ekonomike. Për shembull, botritis cinerea shkakton mykun ngrit e rrushit e domatja, pukinia shkakton ndryshk në grur. Te kafshët shtëpiake, kërpudhat mund të shkaktojnë infeksione në lëkurë si dermatofitozat që janë kërpudha rrethore. Kërpudhat e rrezikshme dhe helmuese. Disa kërpudha të egra përmbajnë toksine që mund të jenë vdekjepuese. Amanita florense, kërpudhat e vdekjes. Helmi fote që dëton molçinë. Amanita muscarita përmban në substanca halogjene, toksine në doza të larta. Helmi mund të ndodhë edhe kur kërpudhat rrezikshme ngadallohen me ato të ngrëshme. Kjo ndodh shpesh për shkak të ngjashmërisë. Në pamje, prandaj kërpudhat nuk duhen konsumuar nëse nuk i njihni mirë. Llojet e kërpudhave të ngrënshme janë të sigurta për konsumin dhe vlerat e tyre ushqimore. Champignon është shumë e zakonshme në jetën e përditshme. Kërpudha oster e lehtë për të kultivuar, shumë e shijshme. Porci, kërpudhë egër e përdorur në kuzhinat tona. Shumë prej këtyre kërpudhave mund t'i kultivoni në ambiente të kontrolluara. Përhapja dhe kujdesi. Kërpudhat përhapen përmes sporeve
të cilat shpërndahen nga era, uji ose kontakti fizik. Sëmundjet korpudhore janë më të zakonshme në kushte me lagështi të lartë dhe higjenë të dobët. Kujdesi veçantë duhet të tregohet për lëkurën e lagur, pasi krijon mjedis të përshtatshëm për korpudhat, kontaktin me tokën ose kafshët që mund të jenë bartës, konsumimin e korpudhave të egra. Gjithmonë duhet të identifikohen nga ekspertë. Se duhet të mbrojmë nga bakteret. Duhet të mbrojmë nga bakteret sepse shumë prej tyre mund të shkaktojnë sëmundje dhe të dëmtojnë shëndetin tonë. Disa bakteri janë të dobishme, si ato në zorët tona, por të tjerat mund të shkaktojnë infeksione si ankina dhe infeksionet e lëkurës, e të tjerë. Ne duhet të mbrojmë nga bakteret për të shmangur sëmundjet infektive, për të ruajtur shëndetin personal dhe të tjerëve, për të parandaluar përhapjen e infeksioneve, veçanërisht tek fëmijët, të moshuarit dhe personat me imunitet të dobët. Masat që duhet të marrim për të mbrojtur nga bakteret. 1. Larja e duarve shpesh, sidomos para ngrënjes, pas përdorimit të tualetit, pas i kthesh nga jashtë, pas kontaktit me kafsh. 2. Mbulimi i gojës dhe hundës kur kollitemi ose teshtim, me borryl ose me fasolet. 3. Pastrimi dhe dezinfektimi i objekteve dhe sipërfaqeve, sidomos në kuzhinë dhe në banjo. 4. Larja e frutave dhe perimeve para se të konsumohen. Hangja e kontaktit me kafshë të pista ose të sëmura, përdorimi i ujit të pastër për të bërë këto bakteri, pastrimi dhe mbulimi i plagëve për të shmangur infeksionin, vaksinimi kur është i nevojshëm për të parandaluar disa sëmundje. Ne gjithashtu kemi organizuar një lojë të vogël me një pyetje. Ana preku ushqimin që do të hante me duar të palara. Pas disa ditësh ajo u sëmurë. Pse u sëmurë dhe çfarë gabimi bëri Ana? Nëse jemi të pastër dhe të kujdesshëm, mund të shmangim shumë sëmundje vdekëpruese nga bakteret. Pastërtia na mbron. Faleminderit për vëmendjen tuaj.